Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. نستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول للكافرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi i takon Allahu xhaleshanuhu. Allahun xhaleshanu e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet tona qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahu xhaleshanuhu qoftë mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Dhe sepse të ndershëm besimtar, do të mundohem shkurtimisht të them disa fjalë në lidhje me temën rëndësia e fundit të mirë. Njeriu të gjithë e dinë se një ditë do të vdesë. Kjo nuk ka dyshim, por ka një dallim të madh mes atij që vdes duke bën vepra të mira dhe ka një përfundim të mirë, dhe atij që vdes duke bën vepra të këqija dhe ka një përfundim të keq. Sepse veprat vlerësohen edhe shpërblehen sipas fundit e jo sipas fillimit. Shumë njerëz kur janë fëmijë dhe të ri falen, agjerojnë, e adhurojnë Allahun xhaleshanuhu në forma të ndryshme. Mirë po, kur rritën dhe kur kjo botë ju hin zemër, ata e lojnë namazin, ata e lojnë agjerimin e Ramazanit, ata largohen nga adhurimet ndaj Allahut xhaleshanuhu. Prej shenjave të fundit mirë është, siç thot në një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me na zonë vdekja duke i shqiptuar shahadetin. Hadithin e transmeton Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu, në të cilën thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men qala akhirul kalam la ilaha illa Allah dakhala al-janna." Kush e thot fjalën e fundit të tij la ilaha illa Allah, do të hijë në xhennet. Pastaj prej shenjave të fundit mirë është që vdekja të na zoje natën e xumos apo ditën e xumos. Në një hadith të cilin e transmeton Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu, thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nuk ka musliman që vdes ditën e xumos ose natën e xumos e Allahu xhaleshanuhu mos e mbroj nga sprovat e varrit." Prej shenjave të fundit mirë është që vdekja të na zoje duke e kryer një vepër të mirë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një rast ka thonë, hadithin e transmeton Imam Ahmedi, se kush thot la ilaha illa Allah për hir të Allahut xhaleshanuhu dhe me atë fjalë të mirë e përfundon jetën, do të hijë në xhenet. Kush e agjeron një ditë për hir të Allahut xhaleshanuhu dhe me të e përfundon jetën, do të hije në xhennet. Kush jep sadaka për hir të Allahut xhaleshanuhu dhe me të e përfundon jetën, do të hije në xhennet. Gjithashtu prej përfundimit mirë është të vdesim si dëshmor, të vdesim si shahid. Tu bëhet fjalë për dëshmorin, sepse siç e dim vëllezër të ndershëm besimtar, ka lloje të shumta të dëshmorëve. Allahu xhaleshanuhu ajetin që i lexova në fillim është në surën Ali Imran, ajeti 169, ku thot:
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Kur mos thoni për ata që bien dëshmor në rrugën e Allahut janë të vdekur. Jo, ata janë të gjallë tek Zoti i tyre duke u kënaqur. Bashkarisht e lusim Allahun xhaleshanuhu që të na mundsoje edhe ne të jemi nga këta grupe të cilët i përmendim që vdekja na zoje në këto grupe vëllezër të ndershëm besimtar. Ela inna ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam kalamullah al-malik al-aziz al-allam كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, dalon nga immoraliteti, nga eneveritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të mberni